Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave, më konkretisht në përkthimin e librave të ndarë sipas lëndëve dhe kategorive përkatëse. Dhe sot inshallah do të nisim një playlist të re, një grup videosh, cila do të shërbejnë për të trajtuar librin që ju shikoni. Këtë lëndë që do të trajtojmë sot e kemi konsideruar si një pjesë të lëndës së usulit, pra asaj lënde që kemi nisur dhe në videon e kaluar, dhe titulli i librit është në arabisht Mawsu'atu al-Qawaid al-Fiqhiyya, që në gjuhën shqipe përkthehet enciklopedia e themeleve legjislative. Mund të përkthehet edhe me terma të tjerë të përafërt, dhe libri është me 13 vëllime në total. Autori i tij quhet Muhammad El-Ghazi dhe botimi është i Dar ar-Risala al-Alamiyya, që do thotë shtëpia botuese, mesazhi botëror. Përkthimi i librit ka filluar në nëntor të vitit 2025 dhe pa humbur kohë, fillojmë me fjalën e autorit ku thotë: Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kulli bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira sallallahu alayhi wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza wa rashad wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad khaba wa khasir wa la yadurru illa nafsa wa la yadurru Allah shay'a. Përkthimi: me të vërtet falënderimi i takon Allahut. E falenderojmë atë, e lavdërojmë, i kërkojmë ndihmë, kërkojmë faljen e tij dhe kthehemi tek ai me pendim. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga të këqijat e vetes tonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kush e humb, dhe atë që ai e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, një i vetëm dhe i pashok, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, i zgjedhuri i tij dhe miku i tij i afërt. Allahu e dërgoi atë me udhëzimin dhe fenë e vërtet, që ta ngrinte atë mbi të gjitha fetë si përgëzues dhe paralajmërues, dhe thirrës tek Allahu me lejen e tij dhe pishtar ndriçues. Paqja, mëshira dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij ka arritur shpëtim dhe udhëzim, ndërsa kush i kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij ka dështuar dhe është i humbur, nuk dëmton askënd përveç vetes së tij dhe Allahut nuk i bën dëm as pak. Më pas autori citon disa ajete të Kuranit: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O ju njerëz, ruajuni Zotin tuaj i cili ju krijoi për një njeriu të vetëm, dhe prej tij krijoi bashortën e tij, dhe prej atyre të dyve solli shumë burra dhe gra. Ruajuni Allahut me emrin e të cilit përbetoheni dhe ruani lidhjet farefisnore. Me të vërtet Allahu është mbi ju mbikëqyrës. Më pas thot autori: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sërish një ajet Kurani. O ju që besuat, ruajuni Allahut me një ruajtje të drejtë dhe mos disni ndryshe veçse duke qenë musliman. Kur përdorim të fjalën ruajuni Allahut, shpesh herë mund të gjendet në përkthime të ndryshme edhe kijeni frikë Allahun, ose në vende të tjera mund të gjendet me shprehjen jini ose tregohuni të devotshëm. Në të gjitha rastet, kjo nuk kupton kryerjen e detyrave që Allahu ka vendosur në fenë e tij dhe largimin nga ndalesat, të cilat ai ka përcaktuar që nuk duhet të kryhen. Më pas, ja eyyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O ju që besuat, ruajuni Allahut dhe thoni fjalë të drejta. Ai do t'i përmirësojë veprat tuaja dhe do t'ju falë gjunahet tuaja. Dhe kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, me të vërtetë ka fituar me një fitore të madhe. Më pas vjen fjala e autorit ku thotë: Amma ba'd fa inna ilma al-qawa'id al-fiqhiyya min a'zami ulumi ash-shari'a wa ahammiha lil-faqih wal-mufti wal-qadi wal-hakim idh bihi tadarrabu an-nufus في مآخذ الظنون ومدارب الأحكام فمن استوعب القواعد وأحاط بها فقد استرعى وأحاط بالفقه كله وبالتالي فقد حصل على الخير كله ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Pas kësaj, dia e themeleve legjislative që quhen arabisht el-qawaid el-fiqhiyya dhe mund të përshtaten me terma të ndryshëm në shqip e theksojmë, është një nga shkencat më të mëdha të shariatit dhe më të rëndësishmet për juristin islam, muftiun, pra atë person i cili jep fetva, gjykatësin dhe sundimtarin. Sepse përmes kësaj njohurie stërviten mendjet në mënyrën e të kuptuarit të çështjeve, të supozimeve dhe rrugëve të nxjerrjes së gjykimeve. Ai që i zotron rregullat, i mëson dhe i kupton ato plotësisht, ka përvetësuar tër fikhun dhe kështu ka arritur gjithë të mirën. Dhe kujt ja do Allahu të mirën e bën që të kuptoj fen. Dhe ky është hadith profetik, të cilin e ka cituar autori. Më pas, wa man jama'a al-qawa'id al-fiqhiyya faqad salaka li ihkam al-masail al-fiqhiyya mahma ikhtalafat mawdu'atuha وتباعدت مخارجها أيسر سبيل وأقوم طريق فهو علم عظيم النفع جليل الفائدة إذ هو علم الحلال والحرام. Kush i mbledh dhe i sistemon rregullat juridike fetare, ato që quhen ahkam në arabisht, ka ndjekur rrugën më të lehtë dhe më të drejtë për nxjerrjen e gjykimeve të çështjeve, pavarësisht se sa të ndryshme janë temat e tyre dhe se sa larg prej njëra tjetrës. Kjo është një shkencë e madhe në dobi dhe me vlerë të lartë, sepse ajo është shkenca e hallallit dhe haramit, pra gjërave që lejohen dhe gjërave që ndalohen. E thënë ndryshe, gjërave që duhen në jetën e përditshme, gjërave pa të cilat nuk bëjmë dot sepse mund të bihem në ato çështje ku Allahu nuk dëshiron që ne të bijem. Më pas, thot autori: وقد اعتنى به العلماء قديما وحديثا لتعدد مذاهب الفقهاء واختلاف طرقهم في الاستنباط ولكثرة المسائل الفقهية وتنوعها وتشعبها فقد رأى العلماء المجتهدون والفقهاء المتأخرون أن الحاجة ماسة لوضع قواعد كلية وأصول عامة تجمع تلك الفروع والمسائل الكثيرة المتفرقة حتى لا يتعب طالب الحكم بين أشتات الجزئيات وأحكام المسائل المختلفة. Dietarët janë kujdesur për këtë shkencë që në kohët e vjetra dhe deri më sot, për shkak të shumëllojshmërisë së mëdhëbeve juridike dhe ndryshimit të metodave të tyre në nxjerrjen e dispozitave,
si dhe për shkak të shumësisë, larmisë dhe ndërlikueshmërisë të çështjeve juridike ose dispozitave fetare. Prandaj dietarët e dijes së thellë dhe juristët e mëvonshëm e panë se është e domosdoshme të vendoseshin rregulla të përgjithshme dhe parime që t'i përmbledhin ato degë dhe çështje të shumta dhe të shpërndara në mënyrë që kërkuesi i gjykimit të mos lodhet mes morisë së detajeve dhe çështjeve të ndryshme. Më pas thot autori: فقام عدد من أكبر فقهاء المذاهب الذين حاطوا علما بمناهج كبار الأئمة السابقين وأصولهم فعرفوا الأحكام التي استنبطها أولئك واستوصفوا أنواع الأحكام المتشابهة التي تجمع بين المسائل المختلفة فجمعوا الشبيه إلى شبيهه وضموا النظير إلى نظيره وضبطوا ما تشابه وتماثل برباط وضابط واحد هو القاعدة الفقهية التي تجمع كل واحدة منها المسائل المتحدة في حكمها وتنظيمها بسلك واحد. Kështu një numër prej juristëve më të mëdhenj të mëdhëbeve, të cilët i zotëronin metodat e imamëve të mëdhenj të mëparshëm dhe parimet e tyre, u morën me këtë punë. Ata i njohën gjykimet që ata imam kishin nxjerrë dhe i grumbulluan llojet e ngjashme të gjykimeve që bashkonin çështje të ndryshme, pastaj bashkuan të ngjashmin me të ngjashmin dhe të ngjashmet e tjera i lidhen me shembujt e ngjashëm, duke i organizuar ato me një rregull dhe parim të vetëm. Ajo është themeli legjislativ që i bashkon të gjitha çështjet që kanë të njëjtin gjykim dhe i rendit ato në një kornizë të vetme. Më pas, فكان هذا العمل الجليل العظيم أساسا سليما وقياسا صحيحا مستقيما لاستنباط واستخراج علل الأحكام الفقهية ولا أجد ما يبين أهمية ومكانة القواعد الفقهية خير التمثيل ويدل على عظمها وجلالها قدرها خير دلالة وأفضل وأجزل من قول القرافي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الفروق حيث قال مبينا مكانة القواعد الفقهية وأثرها في الفقه والفقهاء. Kështu, ky bashkëpunim madhështor dhe i ndritur ishte një themel i shëndosh dhe një matës i drejtë, i saktë për nxjerrjen dhe deduktimin e shkaqeve dhe dispozitave juridike, dhe nuk gjej asgjë që të sqarojë më mirë rëndësinë dhe pozitën e rregullave juridike sesa një shembull i qartë dhe që të tregojë madhështinë e tyre dhe nderin e tyre, vlerën e tyre në mënyrën më të plotë dhe më të pasur sesa fjala e El-Qarrafit, Allahu e mëshiroft, në hyrjen e librit të tij El-Furuq, që do thotë degëzimet, ku ai thotë, duke sqaruar pozitën e rregullave juridike dhe ndikimit të tyre në jurisprudencë dhe tek juristët. Më poshtë po lexojmë fjalën e këtij dietari. أما بعد فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع وأصولها قسمان. Pas kësaj vërtet sheriati i madhëruar Muhamedan, Allahu e shtoft shkëlqimin e tij, është i përbërë nga bazat dhe degët, dhe bazat e tij ndahen në dy pjesë. Kur thot sheriati Muhamedan, ka për qëllim të tregojë që ky sheriat ose ky legjislacion i është dhënë profetit sallallahu alaihi wasallam, pra profetit Muhammed, dhe jo se ai është në vetvete personi që ka vendosur këto ligje, sepse këto ligje në bazë të besimit muslimanëve janë shpallur prej Allahut dhe profeti sallallahu alaihi wasallam nuk është ligjvënës vetë nga vetja e tij. Dhe këtë gjë kemi përmendur më herët, nuk po zgjatemi për ta sqaruar më detajisht. Më pas thot autori: أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة
وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين. Pjesa e parë, ajo që quhet usul al-fiqh, të cilën e kemi përmendur tashmë, e cila në shumicën e rasteve nuk ka asgjë tjetër veç se rregullat e dispozitave të lindura nga kuptimet e fjalëve të gjuhës arabe në vetvete, dhe nga ajo që i ndodh këtyre fjalëve, siç është abrogimi ose shfuqizimi që quhet ndryshe, krahasimi, si për shembull urdhri nënkupton detyrim, ndalimi nënkupton ndalim kategorik dhe format e posaçme nënkuptojnë përgjithësim dhe të ngjashme me këto. Dhe nuk del nga ky stil përveç çështjes nëse analogjia është argument dhe një transmetim i vetëm dhe cilësitë e dietarëve të zellshëm ose atyre që quhen mujtahid. Pra këto janë çështjet të cilat i trajton lënda e usulit. Më pas, والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه لكل قاعدة من الفروع في الشرعية ما لا يحصى ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه وإن اتفقت الإشارة إليه هناك على سبيل الإجمال فيبقى تفصيله لم يتحصل. Ndërsa pjesa e dytë, rregulla të përgjithshme juridike madhështore që janë të shumta në numër dhe të mëdha në ndikim. Për secilën prej këtyre rregullave ka nga një numër shumë të madh çështjesh dytësore juridike që kthehen tek ato. Asgjë prej tyre nuk është përmendur në usul el-fiqh, edhe nëse mund të jetë bërë aty ndonjë aluzion në mënyrë të përgjithshme, por shpjegimi i hollësishëm i tyre nuk është trajtuar. Më pas thot autori, مكانة هذه القواعد وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتوى وتنكشف فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء ويبرز القارح على الجذع ويحوز قصب السبق من فيها برع. Vlera e këtyre rregullave. Këto rregulla janë të rëndësishme në fikë, të mëdha në dobi, sa më shumë t'i zotërojë njeriu ato, aq më shumë madhërohet dhe nderohet vlera e juristit, përmes tyre shfaqet bukuria e fikut dhe njihet rruga e tij. Nëpërmjet tyre sqarohen dhe shpalosen metodat e fetvave, në to garojnë dietarët, me to dallohen njerëzit e virtytshëm dhe në to shfaqet juristi i Zot që të i kalon të doptin. Ai i cili shquhet në këto rregulla fiton vendin e parë. Më pas, ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وارتكبت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقصرت واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تنتهي وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناهلها. Ai që përpiqet i nxjerrë çështjet e fikut vetëm duke u mbështetur në ngjashmëritë e tyre të pjesshme, pa u mbështetur në rregullat e përgjithshme, atij do t'i përzihen çështjet, do t'i kundërvihen njëra tjetrës, do t'i shkatërrohen mendimet dhe do t'i turbullohet gjykimi. Shpirti i tij ngushtohet, fuqia i paksohet dhe ai detyrohet të mësojë një numër të pafund çështjesh të vogla që nuk përfundojnë kurrë. Jeta e tij mbaron, por kërkimi i tij nuk e arrin atë që dëshiron prej tyre. Më pas, ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات واتحد عنده ما تناقض عند غيره
وأجاب الشاسع البعيد وتقارب وحصل طلبته في أقرب الأزمنة وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان فبين المقامين شأو بعيد وبين المنزلتين تفاوت شديد. Ndërsa ai që sistemon fikhun me rregullat e tij s'ka më nevojë të mësoj shumicën e çështjeve të vogla, sepse ato futen vetvetiu nën parimet e përgjithshme. Ktu ka për qëllim autori të na tregojë që edhe pse ai ka shkruar një libër goxha të madh, domethënë me mbi 10 vëllime mbi këto çështje të fikut, nuk është se ai e ka vështirësuar ose e ka shtuar materialin për t'u mbajtur mend. Përkundrazi, me leximin dhe përvetësimin e këtij libri, nënkuptohet që ja lehtëson studiuesit mënyrën e memorizimit të çështjeve të fikut, sepse me një gjë që ti mëson, nëpërmjet asaj ti arrin të gjykosh për shumë gjëra në të njëjtën kohë. Kështu që thënë ndryshe, duke lexuar një libër të kësaj natyre, arrin të mos kesh nevojë për të lexuar ndoshta 5 apo 10 libra të tjerë, të cilët do të ishi detyruar t'i merrje tek e tek për t'i zbërthyer çështjet që janë brenda këtyre rregullave. Andaj themi që ndonjëherë mund të japi përshtypjen diçka se kur e shton vështirësinë, ama në të vërtetë e lehtëson çështjen, dhe kështu ka ndodhur konkretisht në këtë lëndë. Më pas, për të nuk kundërvihen me ato gjëra që të tjerëve u duken kundërthënëse. Ai i zgjidh edhe çështjet më të largëta dhe i afron ato me njëra tjetrën. Ai e arrin kërkimin e tij në kohën më të shkurtër dhe i ndriçohet zemra me atë që i shfaqet prej sqarimit. Nuk kuptohet prej sqarimit të së vërtetës në atë çështje. Prandaj përmes këtyre dy pozicioneve ka një largësi të madhe dhe mes këtyre dy niveleve ka një dallim të thellë. Ktu përfundon fjala e autorit në hyrjen e këtij libri. Në vazhdim do të fillojmë edhe ligjëratat të lëndëve të tjera që na kanë mbetur dhe më pas secila prej playlistave që kemi nisur do të plotësohet me video të tjera në vazhdim. Për shembull, një video tek akidja, më pas të nesërmen një tjetër në fik, pastaj një tjetër në edukat, dhe secila prej tyre do të plotësohet me një numër në rritje të përkthimeve, në mënyrë që ndjekësit e kanalit të kenë vazhdimisht material nga të gjitha fushat dhe të pasurohen të gjitha fushat paralelisht, dhe të mos pasurohet vetëm njëra dhe të ngelet tjetra mbrapa shoqes së vet. I kujtojmë shikuesit që të na ndihmojnë me nga një subscribe, like dhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.